Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Eda Begeja Qini. Eda, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se u gjeta dhe ju uroj suksese në këtë nisëm fantastike që keni krijuar, në këtë gjë kaq të bukur deri te detaj më i vogël. Faleminderit shumë. Eda njihesh për një aktiviste komunitare, një grua me pasion, një grua me energji shumë të madhe, me një buzëqeshje të madhe. Kush është Eda? Pse Eda është kështu? Më intereson di shumë për ty, besoj që edhe njerëz tjerë që të njohin, po ata që janë përreth kanë dëshirë të njohin. Pse je kaq energjike? Besoj se energjinë e kam të lindur. Nuk e di, nuk pasionin edhe pasionin dhe energjinë besoj se kam të lindur. Nuk është diçka që ushqehet, mendoj se lind me të. Dhe duke bërë dhe gjërat që të pëlqejnë, merr gjithmonë akoma më tepër energji. Dhe unë mendoj se kam pasur fatin që ose kam bërë gjërat që më pëlqejnë, ose kam pëlqyer çdo gjë që kam bërë. Njëra nga të dyja. Ose edhe tjetra ka të bëjë edhe mënyra ku je rritur, se e ke një shpirt shumë të lirë. Vresh gjërat si i bën, edhe si eksploron, edhe si komunikon, është diçka që unë e vlerësoj shumë, me thënë drejtën. Ka të bëjë me familjen, se du të kthehem, e ke një histori shumë interesante, du të kthehem në Shqipëri, kur ishe e vogël. Ku je rritur? Okay, so unë jam lindur në Durrës. Nëna ime biologjike ndroi jetë kur unë isha 6 muajshe. Unë kam një motor dhe një vlla përpara meje. Babai u martua jo shumë kohë mbas vdekjes nënës, sepse ishin situatat e vështira, nuk na rriste dot të 3 fëmijëve, edhe mori për mua ishte një grua e mrekullueshme ajo që mori. Ajo kishte një teze e cila nuk bënte fëmijë. Edhe njerka, do me thënë besa e nënës që më adoptoi mua, u bën nën me 3 fëmijë në një kohë shumë shkurtër pa qenë asnjëherë nën. Dhe familja e saj, vëlla i saj, i sugjeroi nënës së saj që fëmijën e vogël që cila isha unë, ta merrte të më mbanin ato derisa të bëhesha mirë, se nuk isha mirë me shëndet. Dhe kur më morën ato, do me thënë tezja e njerëkës ishte në spital, kishte bërë një operacion, edhe i thot, dëgjoni, po me që Lili, emri njerëkës, u bë me 3 fëmijë dhe e ka të vështirë, nëse është okay me babajnë e saj, ta marr unë ta rris këtë të tretën, se prapë në familje do rritet, unë jam e predispozuar që të angazhohem që ta rris vajzën. Dhe ajo kishte bërë 11 vjet burg vet, dhe kishte pasur nga mënyra e keqe e kushteve të këqija në burg, pati histerektomi, do me thënë hoqi mitrën dhe e pati pa mundur të bënte më fëmijë. Dhe kështu ishte një dhuratë për të në moshën e saj, dhe ishte një ëngjëll për mua në kohën që mua më tepër se kur më duhej dashuria nënës. Dhe pa dashur ta zgjas shumë, ne të dyja qem shpëtimtare të njëra tjetrës. Dhe nuk e di e ke njohur ti vetë maman time. Po, e ke njohur, kam pasur rastin të një. Po. Një grua shumë zoj, një energji pozitive, një ëmbëlsi, mënyra se si shikonte. Ka qenë ekzemplar, shumë grua e mirë. Edhe të kthehem tek ajo që the ti, me të vërtet njeriu mund të lindi me pasione, me energji, dhe ti e the shkëlqyshëm që ndoshta ka të bëjë familja, ka shumë të bëjë familja, sepse si të ngrë, se si të jep forcë, se si beson tek ty. T'jep kuraj, se si të motivon. Motivon. Njerëzit që më kanë rritur mua nuk më kanë dhënë thjesht ushqim, më kanë dhënë
ushqim për jetën, do me thënë, më kanë motivuar, kanë besuar tek mua, më kanë, do të them një diçka interesante. Kur unë në moshën time fëmijët viheshin në gjumë me pralla me lepurush, unë vihesha në gjumë me shote galicën. Më tregonte mami historitë e shote galicës, se sa e fort ishte shota, se sa bunte ajo, se sa mund të arrinte ajo. Dhe kjo ka të bëj shumë me atë që jam unë sot, edhe nëse e vure re, unë thosha ato që më kanë rritur, sepse s'm ka rrit vetëm mami, më ka rritur tezet, më ka rritur daja, më ka rritur gjyshi, e gjithë këto nuk ishin gjaku im, po më dhanë mua gjak për të jetuar me mënyrën e rritjes. Ngrohtësi, dashuri, inkurajim, shumë rëndësi, kur jeton me një ambient tillë, që edhe unë jam rritur me ambient, sidomos baba im ka qenë shumë, ndjes pas, ka qenë figurë që e ka kuptu energjinë e fëmijët, kalon të shprehesh, kalon të zhvillohesh, nuk të kanë gulfatur, si thojnë. Do shta ka të bëj arsyeja pse e kështu, është ambienti ku e rritur. Sepse pa marrë parasysh vendit rrethanave apo kushtet ekonomike. Po. Unë mendoj që kur ka familja harmoni, edhe ka dashuri mes vetë dhe mirëkuptim, gjithat e kalon. E vërtet, unë mbaj mend për shkakun dhe kushtet nuk ishin ideale, jo ideale, po ishin shumë të vështira. Po kushtet nuk janë vetëm kushtet ekonomike që duhen, sidomos në rritjen tënde. Fëmia s'mban mend se sa lekë kishim këpucët që bleva, apo sa lekë ishte çanta që kisha marrë në shkollë. Ishin ato netët e bukura që s'kishin dritë, ndiznim llampën me vajguri, po gjyshi na tregonte prallat mrekullueshme, e gjyshja bënte me atë pak vaj që mund kishte bënte kokodaçe dhe na vinte të gjithë fëmijëve aty në qoshën dhe na jepte nga një kokodaçe, se s'mund t'i jepte, nuk mund ta linte pjatën përpara, se s'kishim mjaftueshëm. Po neve na duket sikur ishte një lojë e bukur, që sa mirë, shife, jemi ulur të gjithë aty, na pulozim që ta merrshim kokodaçen. Kokodaçi ishte bukë, thrimë buke me vaj ulliri dhe me djathë. Si ushqenin gjilat e detit. Edhe këtë, unë mendoj se kam pasur një fëmëri shumë të bukur. Për shembull, shikoja mamin me të motrën që këndonin. S'kishim drita ne, po këndonim. Ato këndonin shumë bukur. Ose na mësonin se si të shtronim tavolinën, na mësonin se si të ecnim. Këtë librin që keti këtu na i vinin si për kokës, na thoshin ec kështu drejt pa të rënë libri. Wow. Edhe unë bajmë një fëmijëri shumë të bukur, shumë të veçantë. Po, si ndodhi ardhja në Kanada dhe kur u mor ky vendimi, që janë arsyet që vendoset se kjo dhimbja jonë e madhe si popull, kjo gjakderdhja, si thonë, migrimin, po shkatron atë vend. Është e vërtet, por në kohën që ikëm neve ishte koha për t'ikur. Me fjalë, kur ne jemi arratisur nga kufiri. Kemi ikur nga kufiri. Mami im ishte hynte në ndër familjet më të persekutuara. Dhe normal, mundësia e parë që patëm ishte që të arratiseshim. Ishte shkurti 91-shit, nuk ishte rënë busti ende. Dhe ikëm nga Konispoli. Na ndihmoi dikush, një mik i familjes, por na kapën në kufi. Ushtari vuri pushkën mamit në fyt. Dhe unë për disa sekonda mendova se jeta jonë aty mori fund. Dhe mendoja se si mund shkonte mami prapë në burg. Unë isha 16 vjeç. Edhe thosha, ajo ka bërë 11 vjet burg, tani do ta marrin, do ta fusin prapë në burg. Si mund ta përballoj ajo burgun në këtë? Me fjalë ishte periudha aq e shkurtër, koha aq e shkurtër që ai në ndaloi dhe mendimet e mia vinin si uragan në kokë, po e kujtoj si tani se sa impakt pati ai moment. Por çfarë pati më impakt ishte reagimi i mamit tim. Ajo ishte 67 vjeçe. Dhe në kushtet e asaj, në jetën e vështirë që kishte kaluar ajo, mendoj se
një ndaluar e tillë do ishte shumë e rëndë për çdo kënd tjetër. Asaj nuk i lëvizi asgjë piku. Djaloshi që na ndaloi, ushtari, ishte 19 vjeç, 18-19 vjeç. Dhe ishte dimër, ishte shkurt, por ishte ftofët. Edhe ai kishte jakën e xhaketës të hapur. Edhe ajo i vuri dorën te xhaketa, ai e kishte pushkën te mami. Ajo i vuri dorën te xhaketa e tha mbërtheu të keqe nona se do ftohesh. Edhe ati ju mbushën syt me lot, edhe tha ikni. I tha mami si e ke emrin? Jo, i tha nuk ta them emrin edhe mos thua që të ndalova, i tha. Edhe na la t'iknim. Do mëna ajo prekja. Jo, ndryshoi çdo gjë. Po ishte edhe një kohë që, si më thënë, vinte një erë që liria po vjen. Kishte Qëra po filluar, ndryshoi. ambasadat kishin filluar, po prap nuk lejoheshin që të iknin, nuk ishin kufit e hapur. Ambasadat kishin ikur në korrik, ne ikëm në shkurt. Do të mas 6 muaj, asa, Po, 8 muaj. po ende ishin mbyllur, busti s'kishte rënë akoma. Kur thua busti ke fjalën për bustin Bustin. e ish presidentit. E ish diktator. Ish diktatorit, po. Ja. Po, pse Kanadaja? Të lidhje jo në ishte tjetër tash. Ne kishim filluar të flisnim me Dajen, mami kishte vllajën këtu. A mami ka pas vllaun këtu? Po. Kur ka ikur ai këtu? Ai ka ardhur këtu se u kap me fjalë ka ardhur në 44-ën, mos gaboj. Qysh përfundim U që fut të u arratis, u fut në burg në Jugosllavi, edhe pastaj shkuan në Greqi, pastaj kanë ardhur këtu, ishin 2 vëllezër. Njëri shkoi në Australi dhe tjetri erdhi këtu. A është kjo arsyeja që familja u përsekutua ma vonë, apo ishte si Kjo ishte një nga arsyet, po kishin mami ka qenë e fejuar me djalin e Cenelesit, patriot, që ka luftuar kundra Serbit, dhe ka qenë e fejuar me Selma Andreon. Fillimisht kam futur ato në burg, dhe donin që mami ta lënte të bënte divorcin, dhe ajo nuk pranoi, sepse kishte dhënë fjalën, nuk ishte fejuar me dashuri, po kishte dhënë fjalën. Edhe ato pastaj përsekutuan mamin, edhe vëllezrit u arratisën, kjo ishte një gur më shumë, një arsye më shumë më tepër. Wow. Do thot ajo u bashkua me vllaun mbas 45 vjetësh. Po si ishte ai takim? Të kujtohet? Më kujtohet. Mami kishte bërë aksident në Greqi, e kishte gjuajtur një minivan, e kishte hedhur 10 metra më tutje, kishte thyer këmbën. Dhe kur erdhi këtu, erdhi me walker. Daja ishte i smur dhe kishte diabet, po kishte probleme gishtin, mos gaboj, kishte prerë gishtin. Dhe kur ka ardhur në aeroport, ka ardhur unë kam pasur një kushuri këtu, baban e Anagolis, ato na pritën në aeroport, e kam djalin e Dajës, po e kam pasur si vllase me atë, jam rrit, kam qenë më shumë atë se sa me vëllezrit e mi, se kam ikur 16 dhe tani jam 17. Edhe. Ka kalu shumë vite. Si vaj më parë. Si vaj nuk di që ka ndodhë. Sa vjetë sa 17. Edhe më pari. Edhe ai erdhi në aeroport me Dajen. Ai me fjalë motra në walker dhe ky në karrocë. Mosh tyr që të dy. Mosh të tyre që të dy. Mami kishte flokët gjithë thinja. I përkëndelin në rrudhat njëri tjetrit. 45 vjet pa parë. Ai ishte vllai vogël, kjo ishte motra vogël. E vllau i madh e ka takuar apo ai ka vdek më herët? Vllai i Australisë erdhi na takoi në Greqi. Në Greqi. Po. Edhe ai ishte një takim në vetë. Edhe ai takim shumë emocional. Shumë emocional. Dhe unë krijova një lidhje shumë të madhe me te. Bile mami më tha, po të duash të shkosh me Dajen në Australi vetëm që të për një jetë më të mirë, që jam e lumtur që nuk shkova, se
asnjë fëmijë s'mund ta ketë jetën më të mirë pa nënën, kudo që të jetë ajo jetë. E vërtet. Sa vujtje më e da. Vujtit na kam bërë, mendoj, vujtit, unë shikoja te mami që me gjitha ato vujtje, mendoj se ka qenë një nga njerëzit më të mirë që kam njohur. Dhe mendoj se vujtjet të bëjnë të mirë. Po si du Kanadaja? Si ishte fillimi këto? Fillimi ishte shumë i vështirë, sepse Kanadaja, kur kemi ardhur në 93-shin, Kanadaja kishte recesion. Nuk ishte shumë shqiptar, siç është emigrimi sot, që nga do të kthesh kokën ke dikë që mund të të ndihmoj, mund të t'japi. Drejtoj diku. Faleminderit të gjithë ata që ishin këtu, ata pak apo se shumë pak ishin, vetëm 4-5 familje shqiptare të sapo ardhur. Të tjerët kishin shumë vite që ishin këtu. Imigracion më i hershëm, po. Po. Edhe Daja ndroi jetë 4 muaj mbas ardhjes tonë këtu, kështu që neve patëm pak të vështirë, sepse kishim kushuririn, po kushuriri ishte emigrant i ri për vetën. Megjithatë gjithë suportin kemi ndihmuar njëri tjetrin, fillimisht ata neve, po kemi qenë se është edhe suporti emocional. Për shembull, fëmijët e atyre janë rritur me neve, me fjalë kanë pasur njerëz, kupton? Edhe për 2 vitet e para ne kemi qenë shumë të varur te ndihma atyre. Ka qenë shumë e rëndësishme prania atyre në jetën tonë. Tjetër, kjo ardhja në Kanada dhe kjo periudha e fillimit e kanë kalu gjithë dhe unë e kam kaluar. Sidomos është e vështirë kur nuk ke antar të familjes, dikën që të drejtoj, sepse është atë vend i madh. Po? Edhe, si më thonë, të labron, po në kështu dhe ndihesh i humbur komplet. E vërtet? E keqja është që po nuk e patë dikën, e ke më të vështirë. Po e patë dikën, prapë është e vështirë. Por me një pozitivitet, me një kurreshti edhe si më thonë, lufton, sidomos unë kam qenë shumë e ri kur jam ardhur. Ndoshta kur je edhe i ri e pak më hajvon kështu, nuk e mendon atë ç'a bëhet, edhe hajde se do dal dikun, po mbas një kohë gjatë, kur u kthye për herë parë Shqipëri, mbasi që erdhët këto, të kujtohet? Jam kthyer në 93, në 91-shin ikëm nga Shqipëria, jam kthyer në 95-ën në Shqipëri. Dhe motra vogël, shkova se do martohem motra vogël. Dhe jam shumë e lidhur me të. Dhe s'kishe gjë, tani që e kujtoj, ndjej emocion brenda vetes, se ajo ishte 18 vjeç. Kur kam ikur, unë e lash 13, do me thënë e lash fëmijë dhe e gjeta nuse. Dhe atë ishte një emocion shumë i madh që nuk ishe gëzim. Me fjalë, isha e lumtur për te, po nuk ndjeva gëzim, ndjeva një dhimbje, sikur më shkuput diçka nga shpirti. Ka ardhë nana me ty atje, po ishe po, bashkë me mamën. Bashkë me mamën. Po e vren një ndryshim edhe atje, si më thonë, nga momenti kur ikët edhe kur u kthy për e të parë. Kolosal. Ishte edhe periudha, është kjo Shqipëria se ishte ajo periudha kur të gjithë njerëzit ishin të lumtur. Gjithë zonë që fluturonin ishin tanë. Sepse ishte koha e piramidave, ishte koha e një lumturie të shkurtër, por ishte koha e lumtur, ishin të gjithë shumë të kënaqur. Erdhi demokracia, njerëzit kishin filluar hynin, dilnin, kushtet ishin përmirësuar, ishte një periudhë shumë e bukur. Unë kalova një muaj në aty, ishte një muaj shumë i bukur. Edhe pastaj vendosët ktheheni prapë Kanada. Normal, shkuan vetëm për vizitë. Po ndodhi në një njoftim atje, ndodhi kështu në gjë bukur, takove dikon me interes, apo... Në aty, po jo gjitha të thonë këtu tani, të takimi tjetër. Jo, faktikisht, jo, unë kisha, takova shoqërinë e vjetër. Takova, kisha mbajtur, faktikisht, jo, s'kishim lidhje me, s'kam pasur lidhje për atë periudhë, në atë 5 vjeçar që isha shkëputur, nuk kam pasur lidhje, por i takova gjithë dhe sikur s'ishim darë kur. Shoqërinë e gjimnazit, shoqërinë e 8 vjeçares.
edhe e rigjeta vetveten për 2 ditë. Sigur mes me pas Sigur nuk isha lënë, sigur nuk kisha ikur asnjëherë. Çuditshme si ndodh ky emocion. Sigur nuk kisha ikur asnjëherë, edhe pse kisha goxha ndryshime për 4 vjet. Më desh 2 ditë sa të vija një çik vërdall, kështu dhe ngjyrën direkt mora ngjyrën e plurit, ashtu siç Edhe futesh sistem edhe harrosh direkt aty. Po, si ke perituar vetë Kanadan kështu, si gocë e re, si çik e re? Fillimisht e kisha shumë të vështirë, sepse ne venditëm 2 vjet në Greqi, na mori 2 vjet që bënim dokumentat për të ardhur këtu. Ne kemi ardhur me dokumenta këtu. E Greqia ishte Evropë, nuk më duket sikur e kisha lënë Shqipërinë, ishte duket sikur s'ka gjë se nesër iki aty. Nuk më duket sikur kisha ikur nga Shqipëria, kupton? Plus ishte plot me shqiptar. Kurse kur erdha këtu gjeta një botë tjetër, një botë gri. Qielli më dukesh gri. Duket më lart, a? Shumë më lart. Shumë më lart. E çuditshme kur I thonë dikujt të duket shumë si ti fish, atje duket që e prek. E vërtet. Është interesant, ë? Nuk më mori kohë që të ambientohem, punoja shumë, punoja 17 orë në ditë. Ishte periudhë shumë e vështirë. Shumë e Njerëz nuk vështirë. ka pasur. Thash, për mua ishte kushuriri, Muzaku me të shoqen Ardianën, që ma bën të lehtë në krahasim me çfarë do ta kisha, sa të vështirë do ta kisha po të isha vetëm. Me fjalë Me fjalë tjera ti Ana Golin e ke mbajtur kur ka qenë bebe. Ana Golin e po. Wow. Anën dhe vllajën e Anës. Edhe vllajën e Anës. Interesant, jo. Edhe po të merja unë ndonjë fëmijë tjetër, për shembull, Ana fillon të qante, më dhëm hunda, thoshte, se nuk donte që të... Për dëgjuesit tanë, se Ana Goli aktore, janë shumë aktore fantastike, shpresoj se do ta kem edhe të ftuar këtu. Me siguri. Besoj që po. Edha, kam dëgju që mban ditar. Si është muhabeti I kësaj pune? Se unë habitem me njerëz që mbajnë ditar. Kam tentuar disa herë si I ri, por nuk ja kam dalë. Okej, so është edhe bukur, po edhe për qeshur pak. Fillimisht ditarin e kam filluar kur kam qenë 14 vjeçe, se kam lexuar librin Ditari I Ana Frankut. Edhe u frymëzova. Letërsia ka qenë subjekti im më I zemrës. Edhe u frymëzova dhe fillova të mbaja ditar. Dhe sa herë që se mami sa më jepte liri, aq më jepte edhe shtrëngim. Nga frika që Edhe ma lexonte ditarin. Unë e grisja filloja tjetër. Kështu që unë me gjithmonë kam mbajt ditar, konsistent. Po jo të njëjtin ditar. Gjithmonë ka ndryshuar. Ka ndryshuar, janë shkruar ca fleta. Kështu që po vazhdoj akoma dhe shkruaj. Akoma mbaj ditar. Po, të bën mundi mirë, po si është? Është sigur është një jetë sekrete të ndën që në fletë. Është një lidhje interesante emocionale. Ditari ka shumë të mira, mendoj. Ka njëherë, për shembull, le të themi, mund të kem qenë e irrituar me dikë ose për diçka. Dhe kam shkruar, nuk kam sharë. Jo në anglisht. Kam shkruar edhe sikur më vonë e kam menduar, duke shkruar, kam ndjerë sikur më shullur ai zemrimi, mërzia, më shumë, që ka edhe që rënca duket, kupton? Nuk e di, më jep shumë kënaqësi emocionale ditari. Më jep lirshmëri. Edhe është një lloj kanalizimi energjisë. Kam pas moti një shok në Kosovë kur isha student, ka qenë psikolog. Edhe neuropsikiatër. Merrej me këto njerëz që kanë shumë probleme. Ma thoshte, gjithmonë kur je ngarkuar, merr një coflet, shkruaj. 50% të problemit ikën, pse je më pak I ngarkuar sepse e ke vërtet. E praktikoj ndonjëherë ku kam shumë gjëra në kokë, jo, duhet ma po, duhet atë, marri shkruaj, pa, po një listë. Ndoshta nuk kryet e listë, kur? Ja I shkruaj 10 pika, I kryua 7.
po s'paku janë 7 me pak. E une admiroj këto se kjo është si me pas një bisedë me vetveten tënde. Absolutisht. E thua gjëra që do tha vetëm i mendon. Së bie rasti që ti thuash dhe ndihesh mirë që ti thuash aty, se ke dikë që të dëgjon, duket sikur po bashkë bisedon me dikë. Bravo. Po, është edhe një temë që shumë kisha pas që të bisedoj. Është pasioni jot për moshat e treta. Kur them moshat e treta, them për pensionerët, gjyshrit apo gjyshet tona, e di që shpenzon shumë kohë me ta, ju bën organizime. Të lutem më thuaj kur ka fillu kjo? Çfarë theti tani është që kam pasion për moshat e treta. Tani që ma the tani e mendoj pse më ka ardhur ky pasion, nëse është pasion. Unë kam pas 2 gjenerata diferencë me mamin. Dhe dashur pa dashur, Mami ishte edhe gjyshe, se më thonë, gati. Pak a shumë. Po. Dhe edhe misia e saj dhe shoqëria e saj që unë isha gjithmonë prezent, ishe në moshën e saj. Dhe u ambientova me atë brez. E kisha, për shembull, mund të them që jam nga të rralla që ju puth dorën moshës tretë. Mua më vjen natyrshëm se në fillim nuk më vinte natyrshëm, thoshe mami puthja dorën, jo, i thoshe se vjen turp. Puthja dorën të keqe mami. Edhe në atë moshë, në atë kohë në Shqipëri, nuk ishe shumë diskutim, po thoshe nëna të bësh të ta bësh se s'ka. Ishte pjesë e përshëndetjes. Ishte pjesë. Për treguar respekt. Edukatës dhe e kulturës familjare që kishim. Dhe unë tani e kam shumë normale. Nuk e kam të kupton shtirë. botën e tyre, kupton atë mentalitetin asaj gjenerate, si me thonë. Pak a shumë po. Mendoj se po. Po ato organizimit ku i mban? Dëshira ka qenë e madhe që para 20 e ca vjetër, se mami ishte pjesë e Më kujtohet. këtij grupi. Grupi ka ndryshuar, antarët ka ndryshuar, ka dhe ato që kanë qenë, ka dhe të rinj, diskutohet. Në kohën që mami më shkonte, ishte zonja Diana Lika dhe zonja Minire Omeri, edhe Silva Tataj. Të treja kam bashkëpunuar, që e kam mbajtur gjallë të grup, fillimisht e ka hapur zonja Diana Lika. Dhe unë kam dashur në atë kohë, po kam qenë shumë e okupuar, kam qenë e zënë, fëmijët i kisha të vegjël, punën e kisha. Kur ndroi jetë mami, doja të bëja diçka ndryshe, doja të bëja diçka në emër të saj. Ta nderosh emrin. Po, doja që të mos shuhej emrin. Në familje nuk do shuhej asnjëherë emri i saj, diskutohet, po doja që të mbetej gjithmonë në komunitet dhe më tej, se e meritonte. Edhe ula me fëmijët edhe menduam shumë gjëra, s'kishim zgjedhur asgjë konkrete. Një ditë kisha shkuar në restoran dhe pash grupin e zonjave që kishin dalë për të ngrënë. I takova, i përshëndeta, ashtu thash do vi t'ju takoj. Shkova, i takova një javë më vonë, më thanë, vinte 28 nëntori, thash hajtë se do bëjmë 28 nëntorin bashkë. I mora përgatita bërëm një mbrëmje të bukur, edhe aty më shprehen dëshirën që donin që të vinin po në atë vend ku bëra 28 nëntorin. Grupi që kishin ato, kishte edhe të huaj, kishte nga komunitetet ndryshme. Këto donin të ishin vetëm. Kishin dëshirë që të flisnin vetëm shqip. Dhe kështu lindi ideja, dëshira ishte aty, thjesht u zgjua, u bë e madhe, e stërmadhe. Po sa vjetrash është kjo që do? Tani kemi 1 vit e gjysmë që e bëjmë të, çdo të martë. Unë kam dhe ndihmë, kam një shoqe e cila punon në një pallat ku ne marrim partiru me qira. Dhe janë kushtet shumë të mira, fëmijët më kanë ndihmuar shumë, bashkëshorti më kanë ndihmuar, gjithë familja. Me fjalë kam pasur suport, se pa suport normal. Nuk po. Sa veta tash janë aty? Po, për shembull, të martave ke nga 10 deri në 30 veta.
unë asnjëherë se di, më bëjnë surprizë. Kështu që duhet jemi përgatitur gjithsesi. Sepse varet nga kushtet se si janë ato, a mund të vinë, ndjehen mirë, kështu që nuk i sforcoj. Po. Kush vjen, kush nuk. Do me thënë kemi dhe 10 veta dhe 30 veta. Vinë dhe nga Burlingtoni që na vizitojnë. Wow. Po, vinë me taksi. Me taksi, rrinë e kryjnë... Knaqen. Po. Knaqen. Njëra tha, pash në ndërta si kur humba autobusin edhe isha gjithë stres që nuk do vija këtu. Wow. Për ta shumë vështirë. Shumica përdorin Wheel-Trans. Po është vështirë sepse dëgjoj kushtet këtu janë të mrekullueshme, po këtu na mungon koha neve për të ndetur me prindrit tanë. Unë e mbaj mend kur kisha mamin që ajo thoshe kur vija në shtëpi vija vonë e lodhur bë këtë bë atë. S'kem kohë as për fëmijët tanë. Po, kjo është e keq. Edhe thoshte më thave syt moj vajzë, thoshte. Edhe gjithë ato gjëra që ndofta jam munduar që me mishë me shpirt t'ja plotsoj që kam mundur kur ishte mami gjallë, po ato që s'kam mundur të bëjmë atë, kam dëshirë që t'i bëjmë me këto zonja të mrekullueshme tani. Qëllimi është se do të vazhdosh me moshat e treta. Po. Edhe ja, për shembull, dikush do e sheh këtë podcast, këtë intervistë, dhe ku të mund drejtohen, ndoshta dikush e ka vjerin këtu, apo vjerën, apo ka prindrit, ndoshta s'ka dëgjuar, ku mund drejtohen që, nëse kanë dëshirë, thëmë, hey, hajde babit, mamit, shkojmë këtu mbledhen ca moshës tre, ca shqiptar. Ku mund drejtohen për këtë? Ne kemi Facebook page, me Shan Qini for Graceful Aging. Dhe aty unë kam marrë shumë mesazhe në Messenger nëpërmjet Facebookut. Aty janë dhe informacionet. Me Shan Qini? Me Shan Qini. Me Shan Qini, Graceful... For Graceful Aging. For Graceful Aging. Bravo. Aty mundet me gjetë, nuk është problem, ha? Po, nuk është problem. Do mundon ta vendosim edhe linkin do ishte mirë sepse çdo kush ka mundësi që dikush nuk e din. Edhe unë mendoj që është dhurat e madhe për plesht, për pensionistët tanë, për gjyshet tona, është dhurat e madhe që bënë. Ju legon një mërzi, ju afron një vend takim, se neve kjo na mungon. Unë kam thënë që ne po mundohemi si komunitet, ndoshta individualisht, pjesa më madhe janë shumë mirë, po jem në mungesë të komunitetit tonë, të shtëpisë tonë, apo ajo si të da quajmë shtëpia shqiptarit, apo Albanian Convention Center, këtë që nuk e kemë, se do ishte mirë vend takimi edhe për organizatën tuaj këtë rast, për që mirësh me këto, po edhe për punën e fëmijëve, edhe për gjithçka tjetë një pikë grumbullimi, një pikë qëndrimi. Mendoj se do bëhet. Çka mendon? Më intereson mendimi jot për punën e komunitetit, edhe më intereson për punën e projektit që si të bëhet shtëpia shqiptare. Çfarë mendon për këtë? Ne kemi një shembull të bukur. Kemi shoqatën e Hamiltonit që e bëri të mundshme. Nuk mendoj se shoqatës Torontos si mungon gjë. Dhe çado që të mungoj, mendoj se me një nisëm, me një çfarë ka ngelur për të bërë, ne tani komuniteti jonë është shumë i zhvilluar, si individ, si të gjithë bashkë. Dhe mundësit janë, mjafton dëshira e fuqishme. Vullneti, dëshira, ose edhe një sensibilizim më i madh. Po. Jam edhe pjesë e shoqatës, jam bërë antar, tash jam kthyer prapë shoqat, edhe kam thënë që me këtë podcast dua jo vetëm histori tona personale të suksesit, po edhe një pjesë t'ja kushtoj komunitetit, se për mua shumë e rëndësi mu mbledh si komunitet me batë shtëpi. Shumë më rëndësi, edhe tjetë e hapur për gjithë shqiptarët, nga do që vinë, nga çka do që besojnë, a flet shqip, je shqiptar, je i mirëseardhëm. Se shqiptari thotë shtëpia është sotit edhe mosafirit, edhe të ftuarit. Unë kam për veti shumë me pasion këtë punë, edhe ka plot tjerë që po punojnë, po shpresoj që do bëhet sa më shpejt, po duhet shumë punë. Nuk është e lehtë, se edhe ti këtu si është Toronto është një vend, një rëmpallë e madhe ku
Gjithçka ka ikur dhe çmimet edhe është nuk është mos i ka qenë, fatkeqësisht, po unë po shpresoj që do bëhet. Tash ditëve të martë në ora sa fillon? Ne mbledhemi në ora 11:30. Paradite. Paradite dhe vazhdojmë deri nga ora 2:30, maksimumi 3. Maksimumi 3. Edhe këto tash për momentin ku mbahen, ku është ajo adresa? Është në 95 La Rose. La Rose që është dikun me Royal York edhe Eglinton. Edhe Eglinton. Po, do mund të vini ditë të vizitoj ata? Ato do mrekulloheshin. E presin vizitorët me shumë dashuri dhe unë dua të përmend këtu faktikisht për momentin e harru, s'po kujtoj emrin, ambasadori i Kosovës. Zoti Adriatik Kryziu. Jo, atëherë kam gabim. Jo, e ke konsulin, Kadri Dagaj. Konsulin. Ja, zotri Kadri Dagaj, po. Edhe më vjen keq, kërkoj falje që nuk e mbajta me emrin për momentin, se më kape më befasi. U tregua shumë fisnik dhe erdhi, sa po i thash që ja ofrova, thash do kisha dëshirë një ditë që të vije, erdhi dhe ato u mrekulluan, e deshën aq shumë, ishte aq i dashur me ato, pati shumë pesh fjala e tij dhe dua ta falenderoj në emër të grupit këtu. Bukur shumë, po edhe unë kisha pas qef të vitit. Prandaj po them, kështu që një shembull i bukur isha ai, prandaj tani e keni radhën juve. Po mund vinë edhe tjerë vizitorë nëse dikush. Kush të doj, po, bile kam folur dhe me Angelën, edhe me ambasadoren, edhe me zotin Adriatik. Të gjithë janë të hapur dhe e presin me dashuri ftesën, do vinë, thjesht po mendojmë se çfarë mund të bëjmë diçka interesante, po më thuaj kur je gati dhe Dhe aty unë do vi për vete, do vi të vizitoj, se më ka treguar Shani Pishi. Edhe Shaniu erdhi. Kishte një eksperiencë shumë interesante, dhe mirë do ishte se, ndoshta edhe nostalgjia ime, unë nuk i kam prit gjallë, as nënën, as baban, edhe ndonjëherë kur rrim me njerëz më tjerë të kujtojnë, ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për mohabet më shumë thjesht më ul me fol. Më thonë si je ti? Ato japin aq shumë dashuri sa ti do duash të vish prapë dhe prapë. Po shpresoj që do vi. Atëherë unë do të flas edhe një mohabet tjetër. Mu më intereson bashkëshorti jot ka ca produkte që ju i sillin nga Shqipëria. Është vaj ulliri, Vaj ulliri, po. Kam pi gjysmë, kështu e kam marrë. E provove? E provove. Hajde më tash gëzuar nga Shqipëria dhe bape. Prandaj të janë rritur pak flokë. Gati. Ma dhuroj 1 litër, një shishe, e falenderoj shumë, pastaj u kthy ma dha dhe një tjetër, tash mama se do e pi gjithë. Ishte fantastik, ndoshta edhe ajo ideja që është nga Shqipëria. Faktikisht është vaj shumë i mirë. Po ishte shumë i mirë, se edhe mora bukën e theka, kështu, edhe i vendosa. Po. Edhe atë ditë ku takuam te Expo, po Silja mirë ato të copë bukë. Edhe ato ishin gjyrë, ishin larë me voj, edhe ai origoni, Tash, këtë vajnë ju e keni një pjesë toka atje në Shqipëri, apo si është mohabeti këtij vaj? Faktikisht, Edvini është lidhur me disa biznesmen aty, kanë ullit e tyre dhe bëjnë, nuk është toka janë. Po, ata e përpunojnë, si me thonë, si dhe kooperative. Ato bëjnë gati dhe është vetëm për neve. Vetëm për juve. Po, si quhet vaj? Triple I. Triple I. Triple I, ja. Të 3 partnerët emri ju fillon me E. Me E. Atëre unë do i kërkoj publikisht të të vini të një fshishë mundësisht se më është hargjuar, sidomos me atë bukën e thekur italiane, kështë atë ciabatte, kur është fantastike. Ne në Kosovë nuk jem rritur me vaj të ullirit.
Ashtu, Jo, se dieta. po jo, nuk kem ulli. Ullini nuk rritet sidomos nga, si me thonë, kufiri i klimës, ku ndron klima bregdetare, me klimën tonë, aty është tuneli i Kalimashit të rruga Kombit. Po. Është interesant ajo pjesa e kodra e madhe aty nuk e lën ajri nga si më thonë, ajri që vjen nga deti ta kaloj. Në moment që e kalon tunelin është një klim tjetër e vren. Edhe nuk rritet ullini. Ne nuk jemi rritur me ulli. Po nuk e keni përdor vajin në ulli? Jo, është përdorur shumë pak. Ullit janë përdorur ata që kanë pas lidhje sidomos me Greqin, ku e kanë sjell flas këtu kur kanë qenë në kohë sisteme. E kuptoj. Ne jemi rritur me vaj normal edhe me gjallë, si thonë, ne i thëmë klyn aty. Po, me klyn. Edhe dursakut klyn. Klyni thonë. Po vjen nga giknishtja se e merr me ly diçka. Po, se edhe ke marrë ke vendos në bokë edhe ke klyn. Edhe me ato e kam bë, e mbaj mend tezja ime e ka bë, tezja shotës i kem thonë, tezja e shtref, e ka pas klynin fantastik, sidomos ato pitet si u bëshin, po unë jam mësuar ta përdor vajin ullinit, si më thonë, kur rrita o ekspozova edhe unë shumë e pëlqej për veti. Ullit nuk i du shtu. Gjithë i dojnë ullit. Po, unë i pëlqej dhe ullit. Vajin, po, të lutëm dhujet vinit, mos në harrojnë kështu. Po tani ta kisha ditë gjëmtire, por ta kisha thjell me vete. Jo. Unë publikisht dhe t'ja kërkoj. This is tight selling, is not. Se ai ma dha një liter, a më të vinë tash, ja tha, mire, thash, prish punë, kur këthi ma monë, ja mire dhe një tjetër. Po iken ato, u argjuan. Edhe i kam thënë mirjetët që mundësisht vetëm për salatë dhe për buktekur. E atë vajnë tjetër mund me përdor. Tani në qofë se do ve ullirin, do vishte kafja, ta marrësh. Po mirë do vi atje, s'ka problem, dhe do të takojmë, edhe atje do të pimi kafe, do vinë komplet grupi nga Oda. Normal, komplet grupi. Po gjithsesi do vinë. Atëherë, e da u knaqëm, të falenderoj shumë nga zemra, që gjete kohë erdhe, na knaqe, unë të uroj shumë sukses misionin shumë fisnik që bënë, sidomos me moshat e treta. Faleminderit. Edhe na hapesh derën, do vinë të vizitojmë si tash ma herët, gjithsesi. Edhe ne do takohemi prapë, kështu që shumë faleminderit. Kënaqësia ishte ime, falenderoj, e kisha para shumë imazhin se si do t'ishe intervista që nga titulli që i keni dhënë podcastit. E dija që do isha si në shtëpi dhe ashtu unë ndjeva. Faleminderit shumë. Kjo është që ne kem tentuar me Ervinin ta bëjmë që t'jetë një vend ku bashkëbisedohet, e bukur që formati i podcastit e lejon një gjë tillë. Po. Të ndajmë disa informacione për jetën tonë, për historinë tonë, po edhe tjetra është që të lidhemi, të flasim, të japim ide se ç'a do bëhet më vonë. Unë tash misioni im është që të shty gjithkush që mundohet të punon për komunitetin. Ju jeni të dy profesionistë edhe të talentuar, edhe keni dhe bashkëshorte shumë të fuqishme, edhe pse turta. Jo për zotin duket. Kështu që do jetë format shumë i suksesshëm. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime.